Ja ku jemi në këndin tonë të gatimit së bashku me zonjën Vjoca, e cila është në punë e sipër, çfarë meraku ke? Që ka kaluar gatimin që në mëngjes. Mirëmëngjes, mirë se erdhët në emisionin tonë. Ju përshëndesim të gjithë ju që po na ndiqni dhe ne vazhdojmë akoma me kërkesat e teleshikuesve. Një nga kërkesat, ashtu siç ishte dje Paça, Zonja Zana ishte di, shpresoj ta kemi ndihmuar. Po. Është kërkesë edhe për tavën e kosit e Elbasanit. Ka shumë mënyra për ta realizuar këtë recetë. Por një prej tyre që unë mendoj se i afrohem ose e bëj tamam, është kjo që do të gatuajmë ne sot. Për të realizuar këtë recetë, unë këtu kam vendosur gjysmë kile mish qingji. Mirë është që në tavën e kosit ta përgatisim me mish qingji. Mund të përgatitet edhe me mish dele, por do ta zjejmë shumë, do ta vendosim pastaj që ta pjekim, pastaj se s'kemi në shtëpi dhe na është tekur për tavë kosi, ne e kemi bërë dhe me mish pule. Por, e mira e të mirave është me mish qingji dhe pranvera është qingjat këndaj. Sepse ka këtë aromë karakteristike, ndoshta dhe jep shumë. Besoj se anvisat e panë. E vendosim që mos naftohet tava, se më duhet të jetë. Ne sa po e nxorëm në fakt, sa po hyjmë në transmetim. E vendosim në furrë. Tani, si do të procedojmë dhe përbërës? Pra, gjysmë kile mish, na duhen 2 lugë gjalp, na duhet pak fare piper i kuq. Kjo është alternativë. Disa e hedhin, disa nuk e hedhin. Na duhet 250 ml lëng mishi. Na duhen 2 lugë miell, 1 lugë oriz i pa zier, që unë kur e kam zier, nuk duhet zier tamam, duhet zier nëse orizi duhen 14 deri në 16 minuta, do të mjafton të një 5 minutë sa të marrë një val, ta derdhim, dhe këtu sigurisht është shumuar, ne do të hedhim shumë pak, 2 kokra vezë, mania e disa anvisave është që të hedhin shumë vezë. Vezët nuk na mungojnë në shtëpi, por nuk duam që tava e kosit të anoj të marrë atë aromën e vezës. Po të ruaj aromën e saj. Dhe për masat që kemi ne sot këtu, është e mjaftueshme 2 kokra vezë, pak krip dhe 4 tasë kos. Tasat, flas për tasat që ne i blejmë të gatshëm. Si do procedojmë? Fillimisht, lava mishin, unë personalisht e kalova në një val shumë të shkurtër dhe hoqa lëngun, e vendosa në furrë dhe tani dhe tava dhe mishi pothuajse janë në proces. Tani në një tenxhere do të kaurdis mielin për 1 minutë, për 2 minuta, pothuajse ashtu siç e bëjmë ne beshamelin, unë e bëj kështu, ka raste që anvisat të tjera e trazojnë në një tas bashkë me vezët. Ka mënyra të ndryshme. Unë po vazhdoj me mënyrën time. Ne mundojmë të japim një mënyrë më të thjeshtë anvisave, që ndoshta dhe s'rrezikojnë, le të themi, me kokrizat ose me sigurisht, lëngu i mishit duhet të jetë i ftohtë. Në momentin që ne do ta hedhim lëngun e mishit tek mielli, duhet të jetë i ftohtë. Dhe do ta largojmë tenxheren, do të hedh këtu 2 lugë gjalp dhe do të përgatis tani se siç veprojmë, do ta vë ke kjo pllaka që e kam më të shpejt. Të shkrin më kollaj. Po. Sa të filloj të shkri pak gjalpin, do hedhim mielli dhe duhet razuar shpeshherë në mënyrë që të krijohet një masë homogjene. Me rastin e vezës. Jo, më jep një lugë të thatë. Se jo më shumë se 2 lugë miell, nuk duhet më shumë se 2 lugë miell. Është tavë kosi që është traditë e Elbasanit, por e gatuajnë gjithë Shqipëria. Qoftë edhe veriu, qoftë jugu i Shqipërisë. Është tavë tradicionale Elbasanit. Dhe si që gatuajnë Elbasanit, nuk e gatuan asnjë në Republikë. Derisa ka marrë emrin nga Elbasani si tavë. Edhe në Stamboll po të shkosh, është quhet tavë kosi Elbasani. Dhe ne krenohemi për këtë se është një nga recetat tradicionale të Shqipërisë. Domethënë anvisat elbasanase e gatuajnë në këtë mënyrë tavën. Mendoj që disa prej tyre po. Ja, 2 lugë miell, jo më shumë. Do thoni ju pse të proj kjo. Sepse gjithmonë zonja Vjoca mban pak më shumë. Jo, varet se sa e ke mbushur lugën, do ta ke mbushur çik më shumë. Dhe tani nuk do ta ngjyros mielin absolutisht fare. Sa po të shkri fare pak gjalpi dhe mielli të njësohen të bëhen në një trup të vetëm. Se tava e kosit nuk e ka lezetin që të jetë kështu shumë e fortë, do ka shumë marifet.
Ja. Do të mjaftoj vetëm kaq, ja të shkri dhe komplet gjalpi me një sohen bën një trup i vetëm. Dhe unë do të largoj tani tenxhere dhe do të hedh lëngun e mishit të ftohtë. Pastaj do të atrazoj mirë. Ja, edhe pak. Këtu kishim 250 ml. Që 2 gota, 2 gota normale. E largoj, këtu. Dhe filloj të razoj bashk me lëngun e mishit të ftohtë. Është njësoj si kundër veprojmë për beshamelin, përveç se në vend të lëngut mishit ne hedhim qumshtin. Hedhim qumshtin, ama e mbajmë mbi sobë. Tani do të hedhim këtu kosin. Këtu kemi 4 gota, nga ato që shiten me kos. Po. E hedhim dhe kosin, duke e trazuar vazhdimisht. Tani 2 kokra vezë. Që janë, do t'jedhim? Mund t'i rahim i qik këtu, po dhe mund t'i hedhim këtu. Majtë ma këtu. Po, me atë lukë. Kjo është baza. Masa që ne do të mbulojmë mishin, i cili ka marrë një vale, kemi në furë për t'a pjekur, për të kaluar një loj temperaturë. Dhe tani përsëri, këtë mas, ne do t'a vëmë në zjarë. Duke i trazuar avash, vazhdimisht, në një zjarë mesatar, deri sa të fluckoj shumë pak. Si që shikoni, këtu nuk ka kokriza mielli, absolutisht fare. Edhe kosi është një trajtësuar? Në një trup të vetëm, e lëm këtu dhe trazojmë shumë me kujdes. Vetëm 2 përbërës në kanë me dozonjë vjellca, orizi dhe piperi. Po, kemi dhe kripën. Edhe kripa në fund. Piperi, thash është alternative, disa e hedhin, disa se hedhin, do t'i hedhin shumë pak në fund fare kur t'a shtrojmë. Ndërsa orizin, më duket shumë atje, prapi qik më pak gjysmën e këti orizi, do t'a hedhim kur të nxjerrim tavën, do t'hedhim pak oriz, dhe pastaj do t'hedhim kremin që po përgatistëm në... Aty sa duhet të trashet? Duhet të jetë i bollshëm, le të themi, apo i ujshëm? Sa të nxjerrë një fluck kënd do ta largoj. Okej. Aq është masa që duhet për ta mbajtur mbi sobë. Po. Ndërkohë mishi do të jetë të piqet mirë në furrë në këtë moment apo do futet edhe bashkë me kosin edhe patjetër, do ta vendosim bashkë me kosin në temperaturën 180 gradë dhe do t'i lëmë aty për 20-25 minuta. Okej. Derisa të marrë një faqe të verdhë, pastaj sigurisht nuk mund ta presim që në fillim, se mund të lëshoj ujë, si dhe byrekët ne nuk i presim të nxehtë, e lëm që t'i bjeri temperatura një 20 minuta dhe pastaj e servirim. Okej, bëhet kështu si masë trashe ajo. Unë e ndjej që gjatë kohës që unë e trazoj, fillon në fund, fillon trashet, bëhet dora pak si më e rëndë, prandaj gjithmonë duke e trazuar që mos të na pritet, edhe e shohim në fund. Ka mënyra, kjo është mënyra që unë e përgatis në shtëpinë time. Po nëse kemi mënyra të tjera, për shembull çfarë ndryshon nga kjo mënyrë? Po unë kam parë që i trazojnë të gjitha dhe i hedhin, po unë mendoj që atëherë do të ndahet uji veç edhe kosi veç. Kështu që unë në këtë lloj mënyre, kështu ma kanë treguar, madje një komshia që kam qenë në Elbasan, ka qenë Elbasan Sepuro, Roza, quhej, dhe unë e përshëndes. Ajo e kam mësuar dhe mamas time. Ashtu? Po. Dhe mendoj që ka patur sukses në këtë formë. Po. Ja, tenxherja është nxehur. Është bërë thuajse një masë homogjene, një ngjyrë e cila zbardhet, edhe pse vezët bën të sajën, por të gjitha ato anvita të cilat të rejat kryesisht, që nuk e din ta gatuajnë tavën e kosit, por që e kanë shijuar kryesisht në Elbasan, ne po e sjellim sot nga zonja Vjollca, mund t'i shënojmë përbërësit, mund t'a gatuajnë dhe mund t'a shijojnë në shtëpitë e tyre, dhe është shumë e thjeshtë. Dhe përbërësit janë fiks. Me këto përbërës që unë e kam të shkruar në tabelë,
Me këto përbërës e përgatis dhe në shtëpinë time dhe është e mjaftueshme për 4 persona. Për 4 persona. Të hanë, të ngopen dhe madje dhe të projnë. Nëse në vend të mishit të qinjit përdorim një mish tjetër, e njëjta procedurë, nuk ka lidhje të shtojmë ose të paktën një përbërës. Absolutisht e njëjta procedurë, vetëm nëse kemi mish dashi, do të na duhet që ta zjejmë akoma më shumë dhe ta lëmë çik më tepër për të pjekur. E kuptoj. Derisa të marrim fluskën e parë nga tenxheria, unë do doja ti përmendja edhe një herë përbërësit, ju e shihni edhe në ekranin ton. Tavkosi për 4 persona apo përgatit zonja Vjollca sot, në nevojitet 500 gram mish qingji, 4 gota kos, 250 ml lëng mishi, 20 gram oriz, 2 lugë gjelle gjalp, 2 lugë gjelle miell, 2 kokra vez, krip dhe piper i kuq, i cili është edhe fakultativ. Edhe mund të hidhet, edhe mund mos hidhet. Edhe mund mos hidhet. Unë ja hedh fare pak, fare në fund fare. Shoqërohet me ndonjë sallatë, me çfarë të dëshironi ju. Unë shoh që kemi nxjerr shumë përbërës. Një sallatë mikse, një sallate madhështore. Mund të vendosim brenda ç'të duam, po salca e kësaj sallate është ndryshe nga të gjitha salcat që Sikundër kemi thënë që salcat bëjnë dhe diferencën me sallatave. Që mund të jenë me perime ose me edhe me fruta, apo jo? Po patjetër, edhe me fruta. Kombinimet. Sigurisht me fruta nuk mund të përdorim salcë me mustardë. Patjetër. Jo, në sallatat që kemi sjellë të pafund me këtu në këndin e kuzhinës, kemi përdorur fruta, mjaltë, në diçka tjetër, por në krem fresh, a në ajk, po. Do ta përgatisim në pjesën tjetër sallatën për të shoqëruar tavën e kosit. Atëherë mund ta nxjerrim një çik. Po. Ka një aromë shumë të mirë mishi qingjit, nuk e di atë pëlqen të zonja Vjollca apo jo, ma pëlqen shumë aroma mishit qingjit. Së mos edhe kur gatuhet. Po, më pëlqen shumë. Mund të më ndihmosh çik? Shumë avashë, jo shpejt. Atëherë, thash që këtu kemi shumë oriz. Do të hedhim, shumë pak. Do të hedhim këtu, mendova se do hidhesh edhe kosi. Jo, këtu do të hedhim shumë pak oriz. Është i mjaftueshëm kaq. Jo më tepër. Edhe një qik. Ta shohim pak. Që ta rregullojmë qik me krip. Të lutem. Të shohim a pluskon apo jo. Dhe pastaj zonja Vjollca kur ta hedhim sa minuta ta lëmë sërish në furrë? Thash 20 deri 25 minuta. Maksimumi, po. Duhet të jenë të sepse gjysmë të gatshëm janë. Të dyja dhe shikon, siç e shikon mishi akoma po është në valim edhe pse ne e kemi nxjerr nga. Vi një aromë shumë e mirë në fakt. Këtë lugën. Ja të tregojmë dhe anvisave këtu. Mendoj që është momenti për ta larguar. Po, aty do ta mbajmë dhe pak që unë ta nënçoj pak publicitetin dhe e hedhim vetëm pas pak. Vazhdojmë të trajzojmë pak kosin, ne do të ndajemi për një aftësi shumë të shkurtër publicitare për të rikthyer dhe për ta vazhduar gatimin tonë. Jemi rikthyer, tava e kosit është drejt fundit, zonja Vjollca do ta heqim një flusk na duheshe në tenxherën mbi sobë. Dhe kemi shtruar mishin që e kishim në furrë, kemi hedhur pak oriz, shumë pak. Zonja Vjollca tani do ta mbuloj me kosin e përgatitur. Masat i kemi thënë, i kemi përmendur. Masat janë të sakta për këtë masë. Dhe mendoj që... Diku për 4 persona është një tavë e tillë. Del dhe të pranë. Edhe masa e kosit në këtë trash si duhet, sepse edhe aty në furrë... Do në pikset ajo tani, do vazhdoj, do trashet më shumë. Po patjetër. Tani s'na ka mbetur gjë tjetër, vetëm se do t'i vendosim në fund disa copa. Ta heq këtë? Jo. Do pak fare gjallë. Do t'i hedhim pak më... Shumë pak gjallë në fund. Ja. Mendoj që është fiks në masën e duhur. Kam, jo me lugin. Pak fare do gjallë. Kryesisht edhe tek mishi ndoshta për që një but deri në fund. Po piperin e kuq do t'ja hedhim tani apo kur ta nxjerrim? Shumë pak tani. Shumë pak do t'i hedhun piper të kuq. Që ndoshta e ndryshon pak atë edhe shijen, po edhe ngjyrën. Pak aromë, shumë pak
thash është alternative, dikush e hedh, dikush nuk e hedh. Mendoj që mjaft ka gjallë, pse i kemi hedhur brenda mjaftueshëm. Me mish është, dhe tani do të hedhim jasa piper. Një maj. Shumë pak. Ja. Ka që hedhë. Sa për aromë. Jo shumë. Dhe shoqëruar me këtë sallatën e madhe që të përgatisim në pjesën e dytë me lloj-lloj perimesh ngjyra, është një drekë shumë e shijshme dhe që anvisat e zgjidhin dhe dilemën e sotme për të gatuar në shtëpitë e tyre apo jo. Ne do të shkëputemi, kjo është tava që ta vendosim për gati 20 minuta, 20-25 minuta na thamë zonja Vjolca në furrë. Do të jetë momenti që kur të kthehemi në pjesën tjetër, ne do ta shijojmë tavën e kosit elbasanase, sigurisht do të përgatisim dhe sallatën për ta mbushur tryezën dhe për të qenë, le të themi, një recetë shumë e shijshme deri në fund. E shoqëruar, përveç të sallatës, çfarë mund të shoqëroj tjetër? Shiko. Ka sipas preferencave. Sipas preferencave. Sallatat mund të jenë të ndryshme, por dikush që dëshiron taj më shumë, mund të bëjë një pastë. Që mund të shoqërojmë së miri. Shkëputemi për publicitetin e radhës dhe ka moment lajmesh në News 24, do të rikthehemi në pjesën e dytë për t'i përfunduar të gjithë gatimet tona. Mirupafshim. Jemi rikthyer drejt për së drejti në këndin e gatimit në pjesën e dytë në fakt të gatimit, sepse në pjesën e parë pothuajse kemi përfunduar recetën, tavën e kosit elbasanes se na sill sot zonja Vjolca në këndin e kuzhinës. Jemi duke përgatitur një sallatë për ta shoqëruar. Një sallatë mix me çfarë perimesh kemi në shtëpi. Unë deri tani, siç e shikoni, kam deri vetëm gjethet e rukolës, duke i hequr bishtat. E kam larë, e kam tharë, sigurisht ato janë hapi parë që përgatitet në çdo recetë që përgatisim ne. Por e veçanta? Dhe e veçanta është që është kjo salca. Pikërisht tek salca që do të përgatisim. Marrim edhe majat e sallatës, e përziejmë këtu. I bëjmë copëzat të mëdha, i trazojmë së bashku, hedhim karot të grirë me grirësen e patates, fije, po kështu do të grim dhe kastravecin, mjafton. Një sallatë me çfarë të na ndodhet në shtëpi? Po, çfarë kemi në shtëpi? Pak kastravec, sallatë jeshile, rukola. Ja, kastravecin. E kam larë. E heqim pjesën e parë. Lëkurën, me gjithë lëkurë do ta konsumoj. Dhe i presim fije të holla përsëri dhe kastravecin. Ja. Po që duket më interesante kështu zonja Vjolca një sallatë e prerë me këtë grishsen e patates. Edhe ajo salsa me mustar që do të përgatisim tani, përfitet më mirë nga një pjesë kaq e gjatë. Ja, edhe kjo lloj sallate sigurisht do të trazohet me duar, mbasi janë të gjitha fijet e gjata që të përshkruhet komplet. Tu kemi lëngun e limonit. Do të grim edhe një çik lëng limoni. Të marrim edhe këtë tjetër? Po patjetër. Urdhra. Do të hedhim këtu brenda. Unë mendova që ta bëja ndryshe, por me që do ta frulatoj, mund ta kishim hedhur dhe një thelpi hudhër pa e grirë fare. Hedhim një thelpi hudhër. Tani, nëse kemi një masë me limon ose me uthull, do të hedhim 2 masa vaj. Bëhet fjalë pra për vajin altis, që unë nuk e largoj nga tryeza, po. Mjaft që mos ta thartojmë shumë. Pra, si që shikoni, me njëherë limoni do t'jetë në fund, po. 1-2 raporti. Po. Një mas lëng limoni, ja bje dhe një qik bje në fund, dhe 2 masa vaj. I trazoj mirë, trazoj këtu. Nëse nuk kemi frulator të tillë, mirë është që ta kemi, dyqani kem vu dhe ta marim, po. Ajo bëhet njësoj si një majonez, bëhet si krem. Mjafton. Do të hedhim pak krip, pak piper të zi, dhe këtu do të hedh
për masën që po përgatisum, do të hedh mustard. Po. Një filxhan, një lug çaj do të jetë e mjaftueshme. Po. Helmas e kam unë, mustardën, po, e lërojmë pak dorën, e kthejmë pak anash. Mjafton. Tani do të hedhim dhe pak krem kosi. Prit, do të hedhim dhe një dy, gjethe majdanozi. Do të japin aromë shumë të mirë, tani majdanozi do të grihet bashkë me... Vendosës gjitha në fund, po. E ndryshon pak ngjyrën, se është dhe mustarda. Si pas dëshirës, nëse doni pikante, mund të hidhni dhe një spec të kuq nga ato të gjatët e hollë. Ne nuk e dëshirojmë pikante, ta lejmë kështu siç e kemi. Edhe një herë tjetër, këtu që ti mbledhim të gjitha, po, edhe mjafton. Okej, në rregull. Tani, të gjitha këto, unë do të shplaj duart. Këtë po e largoj tani, me që nëse e mbyllëm do të hedh këtu dhe pak lakër të kuqe dhe do t'i trazoj me dorë. I largojmë të gjitha. Edhe këtë. Dhe është momenti, jo vetëm të trazojmë, por të hedhim edhe pjesën e salcës që përgatitëm, që sigurisht në fund fare më pas do të merremi edhe me tavën për ta sjellë tek anvisat, nëse do të jetë bërë gati. Pra, kjo është salca që përgatitëm. Po. Marrim një pjatë. Vendosim. Tani thjesht do ta vendosim tek pjata. Po, patjetër. Sepse duhet të nxjerrim edhe tavën për t'i përshëndesur anvisat. E nxjerrim tavën. Mund të më ndihmosh pak, Niki? Po, të marr pak. Ja, duke e trazuar kështu. Dhe jemi duke e servirur, duke përfunduar këtë pjesë. Po. Okej, kjo ka marrë të ngjyrën karakteristike, të lutem më merr pak këtë zonja Vjollca për ta. Merre pak? Okej. Jemi në fund, to ishin të dyja recetat, apo jo zonja Vjollca, shumë të bukura duken. Të bukura, mendoj që janë dhe shumë të shishme. Shumë të shishme dhe kjo tava na lë një aromë shumë të shishme. Aromë e mirë që vjen edhe nga përbërësit që ne hodhëm, gjallë, pishë sa bukur. Për hirtë së vërtetës, tavën e duhet ta fusim edhe një çik. Ta lëm edhe pak. Edhe pak, për arsye se unë në shtëpinë time, kur e gatuaj këtë tavë, i kam ca tasa balte, baltë keramike, dhe i bëj në porcionet veçanta. Dhe më mjafton 25 minuta, qameti 30. Ndërsa, duke që një tavë të vetëm, ndoshta e do një 40 minutë, po si që shikoni është bërë një masë kremoze, dhe që pa tjetër do tjetë e shishme. Dhe shoqëruar dhe me këtë salatën mikse, me përbërës të shishëm, që unë ta shoqëroja sot me salatë. Na duhen tani në pranverë këto përbërësit, apo jo? Edhe këto recetat që zonja Vjollca na sjell. Doja që lexoja përbërësit edhe një herë, çfarë kemi përdorur për sallatën mix, nëse nuk ju shkon në mend me çfarë të bëjmë një sallatë të madhe, me çfarë përbërës të kombinojmë me njëra tjetrën, dhe sigurisht salca që ishte edhe veçantë sot për ta hedhur sipër. Sallatë jeshile na duhet, rukola, lakër e kuqe, karrot, kastravec, një kokër limon, një thelpi hudhër, një lug kafeje mustard, 2 lug gjelle salcë kosi, kri, piper i zi, majdanos. Të fundit ishin për përgatitjen e salcës. Ne do t'i përshëndesim të gjitha anvisat. Dhe patjetër vaj, se nuk doli kohë vend që të shkruaj për vajin. Vaj altis, ulliri. Veç kryesori, se për arsye se vaj është pjesa që e lidh. Dhe ato përbërës, siç e patë edhe këtu, do t'hidhen një hap mas hapi. Jo gjitha për një. Fillimisht lëngun e limonit, nëse raporti ishte 1:2, pra 1 mas limon, 2 masa vaj ulliri, dhe më pas të gjithë përbërësit e tjerë. Sigurisht në fund fare, ne çlodhemi. Jemi bërë për një çik ujfap, që na vjen nga burimet e Shën Maris, edhe që ne na ndihmon që ta kalojmë ditën me super energji, të çlodhemi, të bëft mirë zonja Vjollca dhe të lumshin duart për të dyja recetat.
Falenderojmë të gjitha anvisat që kanë qëndruar dhe na kanë ndjekur, pse jo dhe ato që kanë gatuar me ne. Sigurisht i përshëndesim dhe ju i njoftojmë se në balkanweb.com i gjeni recetat tona, aty e gjeni zonjë Vjollca me videot e gatimit, recetat të shkruara me përbërës përkatës, tek opsioni lexo më shumë, aty i merrni për bazë të gjitha këto receta gatimi. Ne ishim të shërbim të zonjave për arsye se ishte kërkesa e tyre si dje për paçe dhe sot për tavën e kosit. Zonjat që na shkruajnë dhe që na telefonojnë zonjë Vjollca për recetat që duan t'i gatuajmë këtu në këndin e kuzhinës, shumë shpejt do të bëjmë pjesë e kuzhinës tonë. Do të vinë ato vetë që do të gatuajnë këtu në këndin tonë të kuzhinës, do ta lëm pak më vonë këtë lloj njoftimi që do të bëjmë për gjitha zonjat tona. Ne i përshëndesim, i themi që takohemi nesër sërish me recetat që sjell zonja Vjollca këtu në këndin e kuzhinës. Faleminderit zonja Vjollca. Faleminderit ty, miropafshim. Miropafshim.